Moderatori i njohur, Ledion Liço, ka bërë një reagim të tërthort në rrjetet sociale, pasi zhbanori i Big Brother VP, Xumallushi, e thumboi publikisht duke ju referuar zërave për një krizë të mundshme mes tij dhe Sara Hoxhës. Kohët e fundit, vëmendja e medias u përqendrua te ish-banori Xumallushi, i cili e ktheu ironinë e Ledionit për proteinat me një koment publik. Më kanë thënë që të ka lënë gruaja, ku do i gjesh lekët që të hash bukë ti, duke ju referuar zërave për një ndarje të mundshme mes moderatorit dhe Sara Hoxhës. Pas këtij thumbi, Ledion Liço ka shpërndar një fotografi në Instastory me një thënie të shkrimtarit Mark Tyne, e cila shihet si përgjigje ndaj situatës së krijuar. Në thënie, e ilustruar me foton e një qeni, shkruhet: "Nëse ushqen e kujdesesh për një qen të braktisur, ai kur nuk të kafshon. Ky është dallimi mes një njeriu dhe një qeni." Ky postim, edhe pse vjen pa një adresim të drejtpërdrejtë, interpretohet si një mënyrë elegante e moderatorit për t'ju përgjigjur atyre që e kanë sulmuar dhe kritikuar në rrjet, duke përfshirë ironinë e fundit nga Xumallushi.